Laerti tha se është grek ragonash për stresi, e dim që je shenja B, por nuk e dinim këtë. Raperi i njohur shqiptar Stresi ka reaguar sërish ndaj zhvillimeve brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania, duke u shprehur hapur edhe pa kënaqësinë e tij për një nga banorët aktual, për aktorin Nerd Vasili, teksa ky i fundit duket se ka pasur mjaft përballje me gjestin, duket se në mbrojtje të gjestit ka dalë edhe Stresi. Përmes një postimi në rrjetin e tij social Instagram, Stresi ka ndarë një video intervistë të realizuar disa vite më parë, ku Laerti deklaronte se ishte me origjinë greke. Kjo deklaratë ka shkaktuar reagim të fortë nga ana e raperit, i cili nuk i ka kursyer kritikat, teksa tha, nuk e faj ti, por ka faj kanë ata që të votojnë, shkroi ndër të tjera Stresi duke shoqëruar postimin me tone të ashpra ndaj aktorit, teksa vijonte, votoni grekun, se po ja hakujt se ç'je ti e shenja B LGBT-s e dim, po fajin e kanë ata që të votojnë ty e Fredi Belerin, është deklaruar Stresi, teksa ka hedhur edhe dyshime se Laerti është shenja B, e cila përkthehet si biseksual. Edhe më parë ka pasur lajme se Laerti ka pasur edhe një lidhje me një transgjenore në Greqi, teksa madje kanë dalë edhe fotot e tyre. Kujtojmë që nga hyrja e gjestit në shtëpi, një tjetër banor i këtij edicioni, Stresi kishte përkrahur fuqishëm atë, teksa është shprehur se një gjestin që nga jashtë, që kur ishte konkurrent në Big Brotherin e Kosovës, e ka pasur të preferuar jo vetëm ai, por edhe familja e tij, duke thënë se do ta shpall fitues këtë edicion pasi e meriton. Ky nuk është rasti i parë ku Stresi është përfshirë në debate që ndodhin brenda formatit, e rrallë herë ka dhënë edhe deklarata kundër ndjekësve. Reagimet e tij priten shpesh herë me interes, teksa janë përkrahur edhe nga fansat e gjestit, që e kanë vlerësuar si për mbrojtjen në publik, ashtu edhe për dronat që i ka dërguar her pas here.